Po dhe për gjyshe se kom pas gjithë një fjallë se arrej. Besnik bënë, po besë më se si kërkoj. A të ka zhgëny dikush që besën të ka ty? Po. I ki besu shumë. Po. Normal, unë jam person që falë shumë. Në mashtë edhe i kaloj limitet e mija. Është ma mirë që kom falë se kjo të regën ndërgjegjen tam. Menej që veç njerëzit e mirë falen. Ama unë tjetër anë menej që s'ka lidhje se Zotë është i madhe dhe gjithkush ka me përjetu ato që ja ka bo dikojt. Më ka me efort. Mi përballu shumë sene. Më mësu prej jetë. A trenos që e Budujevës? Po. Punoni këtu, studioni? Jam në fakultet. Çfarë studioni? Fakultetin filozofik për punë sociale. Okej, si po e fakulteti? Mirë, super njerë. A do kanë cilat ato ëndra ti si e re që e ki në jetën tënde, mi realizo? Se di, ka shumë. Zakonisht nuk kam qef me full për ëndrat mija, po përgjithësi me kone lumëtur. Ma dorë një temë, që ka të bënd të lumëtur, sa mirë që kërkoni për jetë, se lumëturia mbi gjitha për jetë. Familja, njerëz që i du, që i kam ofër, thjesht përgjithësi mi po njerëz dhe tjerë të lumëtur, për shembull në sen shumë i vogël bën të lumëtur ty. Po jem të familja, na tërko të ato këshilla për jetë që keni marrë ju prej familjes. Ma shumë për mamit normal, po dhe për gjyshe se kom pas gjithë një fjallë se arrej. Besë mos mi zonë kërkojt. Besnik bënë, po besë mos si kërkoj. Kjo është hynore, Po, kjo gjë. E kemi shumë nga babgjyshet, nga gjithë ata të vjetërit që kemi marrë si familje. po, Kur jam të kjo temë, a të ka zhgëny dikush që besën të ka ty? po, I ki besu shumë. po. A do kanë, sa i distancu për ti personi? Normal, unë jam person që falë shumë. Në mashtë edhe i kaloj limitet e mija, po deri një pikë ku lodha kështu që atëherë unë e distancuna prej dikujt që më ka zhgënjy, se më ka bo keq. A i thot shmon që ki falë shumë për njerëz. Edhe po edhe jo. Se nashta është ma mirë që kom falë se kjo të regën ndërgjegjen tam, edhe çfarë zemre kam, se menej që veç njerëzit e mirë falen. Ama unë tjetër anë menej që s'ka lidhje se Zotë është i madhe dhe gjithkush ka me përjetu ato që ja ka bo dikojt. Çka ke mësu për një zhgënimin jetë? Më ka me efort. Mi përballu shumë sene. Më mësu prej jetë. Me dy fjalë na përshkruaj jetën, si është jetën ti? Shumë interesant, nuk e di. Nga njëherë je shumë e lumëtur, për nga njëherë je shumë e zhgënjyme, a vlen kur nuk bën mu dëshpëru. Po duke në punë, gjitha fshatarëve tua si femër, që kush e tha një mesazh që kam i shërby për jetë, një mesazh, një këshill. Mos bëni shumë mas njerëzve, mos besoni shumë shoqni, mos besoni shumë në përgjithësi njerëzve. Jep një dashni, po kur mos e kaloni limitin me bo për dikon shumë. Se në fundit kërkush nuk ta den, edhe veç që e kimu zhgënjy. Isha shumë kënaqësi që më shëdova një vajzë të re, kaq fjalë që ka kohë si kam dëgjuar. Të uroj ty më të mira, suksese njerëz. Faleminderit.